Përshëndetje si jeni. Siç që premtova, sot do të bëj lidhjen e tretë në lidhje me javën në vazhdim. Si fillim do të flas në ndikimet e përgjithshme dhe pastaj do të kaloj edhe tek shenjat me radhë. Do bëj disa njoftime si fillim, një në radhë të parë, këto janë lidhje të drejtë për drejtë që zhvillojnë një herë në javë, në përgjithësi bëj këtu nga TikToku, është në lidhje me ndikimet e javës në vazhdim, përmbajtjen sapo e thash. Ndërkohë që kam edhe një lidhje të drejtë për drejtë tjetër që e bëj përsëri çdo javë. Tema e saj është ose hëna e re, ose hëna e plot në vartësi të ciklit të hënës që kemi në atë periudhë, ose bëj pyetje përgjigje siç ishte mbrëm. Pra, në përgjithësi gjatë javës kam dy lidhje të drejtë për drejta. Përveç këtyre, dalën në televizionet të ndryshme, për shembull ditën e hënë do të jem në mëngjes tek Zoma MCN. Më vonë do të shkoj tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë, ku do të flas në lidhje me parashikimin mujor. Dhe e njëjta gjë është te Scan TV, ku është këndi Adelinas. Aty takojmë çdo muaj përsëri me Adelinën dhe flasim edhe aty në lidhje me parashikimin mujor. Këto janë të çfarë shërbime për publikun, ndërkohë që shërbimet personale janë më vete, ato janë me pagesë, aty bëj analizën e hartës tuaj, gjej ascendentin, bëj analizën e lidhjes, po ashtu dhe parashikimet në lidhje me të ardhmen tuaj. Siç e përmenda, këto janë shërbime me pagesë të fundit. Ndërkohë që tashmë kam shtuar edhe diçka të re. Duke filluar nga data 7 korrik, do të filloj që t'jap mësime astrologjie, duke qenë se ma kanë kërkuar shumë persona. Disiplina që unë ushtroj, që është astrologjia karmike, nuk ekziston pothuajse në Shqipëri, ose janë shumë të rrallë ata që janë në ndjenjit e kësaj. Dhe duke qenë se përmban edhe anën shpirtërore, po ashtu dhe shpjegon dhe anën shkencore të astrologjisë, është diçka që tashmë ka filluar të kërkohet goxha. Për këtë arsye vendosa që të bëj një kurs, do të jetë një kurs i plot 32 orë. Informacione të detajuara mund t'i merrni nga Instagrami, duke qenë se kam një formular në aty, ose mund të më shkruani nga WhatsAppi, e njëjtë gjë është edhe këtu nga TikTok. Zgjedhja është e juaja. Okej, tani po kaloj tek ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Është java nga 30 qershor deri në datën 6 korrik. Është një javë shumë e ngjeshur, për të thënë pak. Është java më e rëndësishme e vitit dhe mund të them që është dhe java më e vështirë e vitit. Kemi shumë ndikime dhe për këtë arsye vendosa që t'i marr ditët me radhë. Kam kohë, këtë më duhet analizoj, kam kohë që mundohem që të them vetëm gjërat pozitive në mënyrë që të fokusohemi aty që të tërheqim në botë vetëm anën pozitive, por kjo është një javë në të cilën duhet jemi të gjithë vërtet shumë të ndërgjegjshëm. Pra duhet të vendojmë me shumë, duhet të veprojmë me shumë ndërgjegjësi. Çfarë dua të them me këtë? Duhet jemi vërtet jo vetëm të kujdesshëm tashmë, por të arrijmë që ta analizojmë dhe të hedhim hapa në mënyrë të përgjegjshme. Për çdo gjë, kjo është e vlefshme për çdo gjë, nuk ka vetëm një temë të caktuar. Tashmë jemi të gjithë përgjegjës për çdo gjë. Të përfillojmë nga dita e hënë që është data 30 qershor, do t'i kaloj të gjitha ditët pak nga pak, do i prek pak nga pak pra. Gjatë kësaj jave do të kemi një ndikim shumë të rëndësishëm që është kalimi i Neptunit në retrograd dhe do të kemi edhe kalimin edhe të Venusit tek shenja e Binjakëve. Këto janë kalimet planetare të cilat janë shumë të rëndësishme. Ndërkohë që duke filluar siç e thash më përpara, do i marr të gjitha ditët, do i prek pak nga pak, do jap disa vetëm temat kryesore, këshilla në lidhje me ditët, në mënyrë që të jemi më të aftë për t'i bërë ballë kësaj jave. Dita e hënë do të duket një ditë pozitive, por në të vërtetë është një nga ditët më problematike të javës. Po e them në këtë mënyrë, udhëtime, lëvizje, sidomos gjëra të cilat janë të përshpektuara, risk që përbajnë risk, më mirë të themi, po, ato nuk do t'i këshilloj absolutisht jo. Ndërkohë që investime financiare, kjo është po. Pra ditën e hënë, asnjë gjë që është me risk nuk duhet të bërë, ndërkohë që për investime financiare për sa përket materjes, pra këtu jemi në rregull, këtë mund ta bëj. Një këshill për ditën e hënë, të gjitha gratë që janë shtatzanë në këtë moment. Ditën e hënë do t'ju këshilloj që ta t'i kalonit. Të mos bëni pothuajse asnjë gjë, nëse keni mundësi që të merrni leje nga puna, merrni leje nga puna, udhëtimet janë absolutisht të ndaluara.
Kjo është vërtet shumë e rëndësishme, ju lutem merrni parasysh. Dita e martë. Dita e martë, bazita është pozitive. Dita e martë është e vetmja ditë që mund të them që mund ta përdorim në mënyrë pozitive, ndërkohë që gjitha ditët e tjera po e nënvizoj. Duhet jemi vërtet shumë të përgjegjshëm. Por I kthehemi kësaj dite, bazita është pozitive, duke qenë se Hana tashmë do të ketë një kënd pozitiv me Uranin, edhe pse ai do të jetë në gradën e fundit të Demit. Gjatë kësaj dite, tema kryesore është që mund të kemi rikthime nga e shkuara, por këto edhe pse mund të duken pozitive, jo vetëm persona, po edhe tematika të ndryshme, mund të kemi rikthime nga e shkuara, edhe pse mund të duken pozitive apo mund të duken si oportunitet që po rikthehet, në të vërtetë janë sprova. Por të na në ato momente sistemi ne po na sprovon. I kemi marrë mësimet që duhet I kemi marrë apo jo? Kjo është tema. Prandaj edhe çdo gjë në përgjegjësi. Dita e Mërkur. Ditën e Mërkur kemi një kënd shumë të vështirë, është një kënd midis Hënës, Saturnit, Neptunit dhe Jupiterit. Kjo do më thënë që çështjet familjare janë vërtet në krizë. Atë ditë familja është vërtet në krizë, do më thënë të gjithë marrëdhëniet që mund të kenë qenë të stresuara deri në këtë moment mund të plasin, pra mund të kemi shërbe të mëdha. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në pyje, do po të flasim për natyrën. Normal që tashmë është edhe vap, mund të kemi zjarre të shumta e të tjerë. Gjithsesi për individin, dita e Mërkur do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Kemi një rrugdalje për fat të mirë. Në atë ditë Mërkuri na ofron rrugdalje. Duhet të shikojmë gjërat përtej asaj që jemi mësuar. Çfarë do të them? Përtej zakoneve që kemi, përtej asaj që dim dhe e njohim, sepse nëse I shikojmë gjëra pak më tepër me logjik dhe jemi pak më tepër kreativ, do të gjejmë rrugëzitje vërtet të dobishme. Kjo është edhe një nga temat kryesore faktikisht të kësaj jave. Prandaj dhe thash duhet jemi shumë të përgjegjshëm për çdo veprim që bëjmë. Dita e Njëjte. Dita e Njëjte është një tjetër ditë që është goxha e lodhshme, bile mund të them që edhe kjo është nga temat kryesore të javës. Mund të zhgënjehemi nga investimet të cilat mendonim se për të cilave mendonim se do të hanim bukë, ose mund të zhgënjehemi nga njerëz të cilët kemi pasur besim të patundshëm. Kjo është e vlefshme për gjatë gjithë kësaj jave. Kjo është një javë vërtet sfiduese dhe nuk po e zbuz fare, domethënë në mënyrë që të jemi të gjithë të ndërgjegjshëm dhe të mund të veprojmë në mënyrë të tillë. Dita e premte. Ditën e premte përsëri rrugdalja është Mërkuri, pra përsëri rrugdalja është logjika, të veprojmë me logjikë. Dita e premte. Ditën e premte do të kemi kalimin e Venusit tek shenja e binjakëve. Kjo është një ndikim pozitiv në përgjithësi, sepse gjatë gjithë ditës mund të jemi pak të lodhshëm kur kemi çfarë do lloj planeti, kur është në gradën e fundit të një shenje, kemi shumë kriza domethënë. Dhe pak më tepër do të jetë edhe në takim edhe me Uranin, kjo domethënë jemi më të hapur ndaj incidenteve të gjithë. Mund të kemi shumë më tepër lajme për incidente, për aksidente, për zjarre, probleme me elektricitetin, bile mund të kemi probleme edhe me lidhjen që kemi me satelitët, apo me lidhjen që kemi për komunikimin. Është një ditë vërtet, një javë, më të them, në përgjithësi problematike. Dita e shtunë. Ditën e shtunë, Neptuni tashmë do të kalojë në retrograd, ndërkohë që edhe ditën e njëjtë dhe ditën e premte do të jetë në retrograd. Do të jetë në indeluar, kërkon ndjesë. I njëjti Neptun, duke qenë se do të jetë në kënd negativ edhe me Jupiterin, këto lloj problemesh do të smadhohen shumë. Cilat janë problemet që smadhohen? Ndërkohë që Neptuni është ndaluar dhe kalon në retrograd, ne e gënjejmë shumë më tepër veten tonë. Në të njëjtën kohë, mund të mos jemi të përgjegjshëm në çfarë do lloj veprimesh që bëjmë. Mund të shpërndahemi. Mund të futemi në rolin e viktimës apo në disa raste dhe të mundohemi që të shpëtojmë botën pa menduar mirë se çfarë po bëjmë. Pra, në këto momente, gjatë kësaj jave, është tema kryesore për rikpërsëritje disa herë duhet jemi të përgjegjshëm. Ditën e diel do të kemi takimin e diellit me Sirusin, është një ditë shumë e rëndësishme, por normalisht mund të bëhet problematike.
Arsye që mund të bëhet problematike është se hëna do të jetë përballë me uranin, kjo do të thotë që na bën neve shumë më tepër impulsiv, mund të mundohemi që të bëjmë mirë, por mund të harrojmë që të dëgjojmë të tjerët, të perceptojmë se çfarë nevoje kanë në të vërtetë, dhe kjo është edhe arsye që do të na bëjë neve ose më thënë do të shkaktojë probleme. Këto janë të gjitha problemet që do të kemi çdo ditë me radhë. Rrugëzidhjen e thash praktikisht, rrugëzidhja është të jemi të vëmendshëm, të logjikshëm dhe mbi të gjitha të përgjegjshëm, të vetëdijshëm. A kemi anë pozitive? Kemi shumë anë pozitive. Përsëri çdo javë, problemi është se duke qenë se do të jemi shumë të shpërndar, për fajt të Neptunit në këtë rast, mund ta kemi më të vështirë për të perceptuar këto gjëra pozitive që ekzistojnë në jetë. Prandaj këshilla në këtë raste, gjatë periudhave të tilla do të ishte që të mos reagoni. Shtollë reagimi ne na çon shumë mbrapa ose na shtyn që të gabojmë. Ndërkohë që nëse jemi të përgjegjshëm dhe veprojmë në mënyrë të tillë, normale që kemi mundësi që të tejkalojmë problemet dhe bile, që është më e rëndësishme, nëse jemi dhe kreativ, shikojmë jashtë kornizës. Kjo është një javë në të cilën faktikisht mund ta përdorim për të krijuar stabilitet shumë të madh ekonomik. Sepse siç e thash, duke filluar që nga ditë e hënë, do jemi më të aftë që investimet nga ana materiale gjithmonë të na përkthehen në rritje shumë të madhe materiale. Ndërkohë që aty, për shembull, ditën e njëjtë mund të zhgënjehemi nga investimet që kemi bërë deri tani. Këshilla ime do të ishte që të mos heqim dorë, pra u zhgënjojmë dhe të futemi në depresion, përkundrazi të shikojmë zgjidhje alternative, sepse ato që mendojmë që e kemi humbur faktikisht mund ta përdorim në mënyra të tjera. Okej, këto ishin ndikimet e përgjithshme dhe besoj se janë të mjaftueshme. Po kaloj tek ndikimi që do të kemi tek shenjat. Shenja e dashit. Shenja e dashit gjatë kësaj jave është një nga shenjat më të prekura dhe në të vërtetë është shumë e lodhshme për këtë shenjë. Kemi ndikime vërtet shumë, do të ndikohet, po e nis në këtë mënyrë, do të ndikohet tek mënyra se si ai vepron, te efikasiteti që ka në jetë, duke kaluar tek tematikat që kanë të bëjnë me partneritetet dhe me marrëveshje të shumta. Me të gjitha llojet e marrëveshje, jo marrëveshje të shumta, të gjitha llojet e marrëveshjeve apo dhe partneritetet që ka po mundohet që të krijojnë në këto momente. Ndërkohë që duke filluar që nga dita e premte, të gjitha këto mund të bëhen pak edhe më problematike. Duke qenë se do të lodhen shumë që gjithë javës, ditën e premte për shenjën e dashit është dita në të cilën mund të kemi shpërthime emocionale, në disa raste mund të kemi edhe shpërthime, pra mund të bërtasin, vërtet që mund të reagojnë në mënyrë shumë impulsive. Kjo është e vlefshme gjatë gjithë javës, pra ekziston ky risk gjatë gjithë javës, por dita e premte e përmban shumë më tepër këtë. Cilat janë këshillat për shenjën e dashit? Shenja e dashit ka një mënyrë se si mund të tejkaloj këto, dhe është pikërisht Mërkuri, i cili është i vendosur tek shenja e Luanit. Në qoftë se argëtohen dhe marrin gjërat pak më lehtë. Në këtë rast, kalojnë më tepër kohë me shoqërinë dhe fokusohen tek hobit e tyre. Pra nëse gjejnë diçka që ju pëlqen, përsëri hobi, nëse pëlqen vizatim, nëse pëlqen muzikë, nëse pëlqen sporti, bën sport, pra nuk ka rëndësi se çfarë bëni. Çfarë do lloj gjëje që ju e keni hobi mund të ndihmojë që të tejkaloni këto probleme, sepse do ju çlirojë shumë nga ana emocionale. Ndërkohë që përdorimi i logjikës, kjo është e vlefshme për të gjithë ne, por shenja e dashit në qoftë se çlirohet pra nga gjithë ky stres i madh që po akumulohet brenda tyre, edhe brenda trupit të tyre, është e vlefshme, atëherë do të jenë më të aftë për t'i bërë ballë. Dhe mbi të gjitha do të jenë dhe shumë më të aftë për të bërë dhe bashkëpunime shumë të frytshme gjatë kësaj jave, për të pasur një mirëqenie ekonomike të lartë. Që tematika familjare, ajo çfarë përmenda që mund të kemi kriza brenda familjes, shenja e dashit është një nga shenjat më të prekura dhe për këtë arsye, sidomos ditën e Mërkur do t'i këshilloj që të jenë edhe më të vëmendshëm, pra të mos reagojnë. Okej, po kaloj tek shenja e Demit. Edhe shenja e Demit është goxha e prekur. Kësaj jave do të kemi drejtuesin e tyre në gradën e fundit të shenjës së Demit dhe në takim edhe me Uranin. Kjo automatikisht i bën ata vërtet shumë të luhatur. Edhe këta mund të kenë shpërthime, por këto shpërthime mund të plasen më tepër brenda vetes së tyre. Dhe normalisht do të krijojnë një stresni shumë të madhe, e cila mund të përkthejë edhe në probleme shëndetësore.
këtu flasim për probleme shëndetësore fizike, ndërkohë që do të kemi mundësi, në qoftë se shfryhemi, kjo për shenjat e demit ndryshe nga çfarë ishte nga tek shenja e dashit, do t'i këshilloj më tepër që të jenë pak më të izoluar, më të tërhequr. Kreativiteti është diçka e mirë dhe për ta, por këtë do t'i këshilloj që ta përdorni me familjarët e tyre, ose brenda shtëpisë për ata të cilët jetojnë vetëm. Mund të kemi edhe një zhvillim vërtet shumë të madh pozitiv në marrëdhëniet në çift gjatë javë, por po e përsëris në qoftë se nuk e mbajnë atë trusnin e tyre brenda. Jemi në një javë në të cilën të gjithë personat, nuk ka rëndësi nga shenja, duhet të gjejmë atë mënyrën tonë për të shfryrë gjithë energjitë e lartë që ekziston në këto momente në sistem. Në qoftë se bëjmë këtë, atëherë mund ta përdorim për shenjën e demit përsëri. Fitimet janë nga ana materiale, bile duke filluar nga dita e premte. Dita e premte, duke qenë se është dita edhe e Venusit, që është drejtuesi i tyre, do të jetë një ditë më pozitive në krahasim me shenjat e tjera për shenjën e demit. Fillimet të reja që se periudha mund të kemi, por siç e thash, mund të jenë gjërat më të bukura nga çfarë mendoni, sidomos nëse kemi rikthime nga shkura, për shenjën e demit do t'i këshilloja që të shikoni me mëdyshje. Dhe kemi arritur tek shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve është një nga shenjat e cila gjatë kësaj jave mund të sforcohet më tepër se sa shenjat e tjera. Sidomos fillimi i javës për ta mund të jetë pak i vështirë. Do të kemi disa kënde të negative gjatë gjithë kësaj jave dhe të gjitha këto e prekin shumë edhe shenjën e binjakëve. Fati i mirë është se drejtuesi i tyre është në kënd pozitiv edhe me Saturnin edhe me Neptunin gjatë gjithë kësaj jave, prandaj shenja e binjakëve mund të ndijë pak më pak se gjitha shenjat e tjera. Në këtë rast, mënyra se si ata mund të tejkalojnë problemet ose stresin ose trusnin që do të krijojë kjo javë, është duke udhëtuar, por udhëtimet në këtë periudhë e këshillova, mos jenë që të përmbajnë risk brenda. Nëse bëni udhëtime me makinën tuaj, do t'i këshilloj patjetër që ta kontrolloni. Bile mundësisht makinat gjatë kësaj jave përdorimi sa më pak që të jetë aq më mirë do të ishte, gjithsesi udhëtimet ose lëvizja gjatë kësaj jave ju bën mirë. Komunikimi, në qoftë se keni kohë që nuk flisni me familjarët tuaj ose me vëllezërit, me motrat, nëse keni kohë që nuk dilni me shoqërinë tuaj, gjatë kësaj jave shenjës së binjakëve vërtet që ja këshilloj. Kemi dy mundësi për ta. Deri ditën e premte, sidomos, në qoftë se nuk arrin që ta nxjerrin këtë trusni të madhe, pra nëse nuk argëtohen, nëse nuk komunikojnë, atëherë do të kemi edhe për ta një sforcim shumë të madh, i cili do të ndihet më tepër, do të krijohet më tepër një boshllëk ose më të thënë do të krijohet më tepër probleme tek familja. Ndërkohë që në qoftë se arrim që t'i nxjerrim jashtë këto, mund të kemi një zhvillim shumë të madh për ta në anën ekonomike. Investimet që shenja e binjakëve do të bëjë gjatë kësaj jave do të jenë vërtet shumë pozitive, sepse është një nga shenjat e cilat do ta përdorësh shumë herë më pozitivisht të gjitha këto mundësitë që kemi. Pra, kreativiteti do të jetë shumë më i lartë për ta, sidomos nëpërmjet komunikimit. Kjo është edhe më e vlefshme. Jemi edhe në periudhën, sidomos dita e mërkurë e njëjtë dhe e premte, pjesa e parë e ditës së premte, për shenjën e binjakëve, mund të jetë edhe një ditë në të cilën mund të jetë më romantike, mund të jemi persona të rinj, mund të bëjmë marrëveshje gjithsesi, përsëri po e nënvizoj, duhet jemi të përgjegjshëm. Okej, po kaloj tek shenja e Gaforës. Shenja e Gaforës gjatë kësaj jave. Dita e hënë, siç e përmenda, është një ditë goxha problematike dhe në këtë moment edhe dielli ndodhet tek shenja e tyre. Dita e hënë tek shenjat e tjera mund të jetë pak problematike, por duke qenë se drejtuesi i tyre, pra Hana, ndodhet në kënd pozitiv me diellin, i cili është aktualisht tek shenja e tyre, dhe me të gjitha dhe me Jupiterin, kjo do të thonë që mund të kenë ndikime pozitive. Mund ta kalojmë pak më lehtë pra ditën e hënë se gjitha shenjat e tjera. Ndërkohë që ditët që do të jenë më të vështira për të është mesjava. Gjatë mesjavës mund të kemi probleme të rëndësishme në banesë, në marrëdhëniet që kam me familjarët e tyre, nëse dëshironi që të ndërtoni diçka, këtu mund të përballen me zhgënjime.
tematikat që përmenda në fillim që mund të shkënjehemi nga investimet që kemi bërë deri tani, apo ato që mendonim që ishin pak a shumë në xhep, gjatë mesit të javës mund të shkënjehemi, pra mund të kuptojmë që nuk do të funksionojnë. Mënyra se si mund të kalojmë këto është që të gjejmë rrugë alternative dhe kreative për të përdorur ato që kemi investuar deri tani. Investimet nga ana financiare, pra nëse bëhen me logjik ose janë pak më kreativ, dalin pak jashtë zonës së komfortit, shenja e gafores se sa javë mund të kemi kthime vërtet shumë të mira. Drejt fundjavës mund të kemi një nevojë për të mbyllur pak në vetvete, duke qenë se Venusi do të kalojë tek shenja e binjakëve, kjo do të thonë që do të kemi pak më tepër vështirësi për të shpërndarë ndjenjat e tyre. Dita e diel. Dita e diel është një nga ditët më të rëndësishme të kësaj jave, sepse të siç e përmenda kemi takimin e diellit me Sirusin. Por kjo për shenjën e gafores mund të thotë probleme të rëndësishme në anën e tyre, në një përmendjes në përshëndetjen e tyre. Si do të veprojmë në këto momente? Mënyra se si mund t'i kalojmë të gjitha këto është një vlerësim i lartë të vetes tonë. Kjo nuk si mund ta bëjmë, pra të gjitha ato çfarë ne na bëjnë të ndihemi mirë, për personat që ju pëlqen të meditojnë, për personat të cilët ju pëlqen që të udhëtojnë, për personat të cilëve ju pëlqen që të ecin, të kalojnë kohë me shoqërinë, pra çfarë ju pëlqen juve, ku e ndjeni ju veten të vlerësuar, do t'i këshilloj që ta bëni në mënyrë që trysnia që është gjatë kësaj jave, edhe pse për shembull gafores mund ta kaloj pak më lehtë, të mos ndihet, pra të mos ndihet e shumë dhe përkundrazi të mund ta përdorim për të kryer një farë stabiliteti ekonomik. Por në qoftë se nuk e bëjmë këtë, pra në qoftë se nuk bëjmë gjëra që neve na bëjnë të ndihemi mirë, në qoftë se nuk e trajtojmë mirë veten tonë, përkundrazi mund të kemi probleme me shëndetin në fundjavës. Në mos dhe dijen në këtë pikë është edhe më e vlefshme. Okej, dhe po kaloj tek shenja e luanit. Shenja e luanit, ndryshe nga gjitha shenjat e tjera që përmenda deri tani, edhe pse kemi shumë ndikime negative gjatë kësaj jave, është një nga shenjat që mund ta kaloj pakës më lehtë. Thjesht pakës më lehtë. Bile mund të jetë pakës më lehtë edhe se çfarë ishte për shenjën e gafores. Arsyeja e kësaj është se të gjitha këndet negative që po ndodhen në këto momente kanë kënd pozitiv ose janë në ndikim pozitiv me shenjën e luanit. Pak më tepër që e vetmja zgjidhje që kemi, që është Mërkuri, është i vendosur tek shenja e tyre. Për këtë arsye, shenja e luanit mund ta ketë pakës më të thjeshtë që të kaloj këto. Që në fillim të javës, investimet për të do të jenë vërtet shumë fitimprurse, ndërkohë që udhëtimet, lëvizjet e të tjerë këto për ripërsëris do t'i këshilloj që të bëhen vetëm në qoftë se nuk kanë përmbajnë risk brenda. Kemi rikthimin edhe të personave të cilat mund t'i bëjnë oferta ose të mundësive që janë oferta në lidhje me rritje materiale. Këto do t'i këshilloj që t'jemi pak më të kujdesshëm për ata që vinë nga e shkuara, për ato që janë të reja nuk është problem, por oferta që vinë nga e shkuara ose persona që vinë nga e shkuara do t'i këshilloj që t'i rishikoni sepse mund të jenë testime pra këto, siç e përmendet për parashikimin e përgjithshëm. Përveç kësaj, duke vazhduar me javën, ditët që janë problematike për shenjën e luanit do të jetë në përgjithësi fundjava. Fundjava do të kemi dita e shtunë është më pozitive, por këtu mund të kemi probleme plasëritje në marrëdhënie që ka me familjarët e tyre, që është shumë e rëndësishme, është një nga shenjat që mund ta përjetojmë më thellë dhe më negativisht këtë, nëse nuk janë të vëmendshëm. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, kjo do të jetë shumë më e sputur, bile mund të përdoret edhe për të zgjidhur problemet që mund të kenë ekzistuar për një kohë të gjatë. Ndërkohë që dita e diel, do të ndodhë të them që do të jenë vërtet shumë të kujdesshëm. Të më njanoj çdo gjë që ose reagimet edhe në qoftë se dikush mundohet që ti flasin në një mënyrë jo pozitive, normal që shenja e luanit do të mund të zgjidhë pra se si reagon. Tani cila është mënyrë se si ai mund të kalojë të gjitha trysnitë që ka gjatë kësaj jave, do t'ju këshilloja që të bëni qefin vetes së tyre. Dhe këtë mund ta ndjejmë më të nevojshme për të ndryshuar pamjen e tyre të jashtme. Është një javë gjatë të cilës mund ta përdorim për të pastruar, për të hequr rrobat për shembull, të cilat nuk i përdorim më, për të hequr edhe veset, zakonet e tjerë, dhe për të përzgjedhur për të mbajtur në jetën tonë ato që janë pak edhe saktë, pak a shumë.
Po njëjta gjë është e vlefshme edhe për të ndryshuar edhe pamjen e jashtme, nëse do të prisni flokët, është më pozitive. Për prerjen e flokëve, bile nuk do t'ju këshilloj që t'i lini deri ditën e, domethënë javën tjetër. Do t'ju këshilloj që t'i bëni që gjatë fundjavës, sepse duke qenë se hëna ndodhet aktualisht tek shenja e luanit, rriten flokët më shpejt, të pak më tepër që jemi edhe pas hënës së re. Pra, gjërat që bëjnë të ndjeni mirë, pak a shumë siç ishte tek shenja e gafores, por ndërkohë që tek shenja e gafores ishin gjërat që na bëjnë të ndjeni të vlerësuar, tek shenja e luanit janë gjëra që nuk kanë thjesht momentare, por gjëra të cilat mund të jenë edhe investime në lidhje me të ardhmen, nuk e di, mund ta shpjegoj në ndryshime, por diçka e tillë. Dhe po kaloj tek shenja e Virgjëreshës. Shenja e Virgjëreshës është një prej shenjave e cila do të kenë një ndikim shumë më të madh se sa shenjat e tjera. Ajo çfarë thash në lidhje me zhgënjimet që mund të kemi në lidhje me investimet apo me njerëzit të cilët kemi pasur një besim të thellë, kjo është më e vlefshme për shenjën e Virgjëreshës. Kjo do të jetë efektive duke filluar që nga dita e hënë dhe do të vazhdojë deri ditën e diel. Ta marrësh si përfundim, normale që është pozitive, sepse do të spastrohet nga jeta e tyre çdo temë që është e pashëndetshme, por java mund të jetë pak e zelotshme. Gjithsesi, mënyra se si mund ta tejkalojmë këtë është që të dëgjojmë intuitën tonë, të dëgjojmë atë zërin tonë të brendshëm, si përballë situatave, po ashtu edhe përballë individëve. Kjo është e vlefshme sidomos në lidhje me shoqërinë. Këtë më duhet të analizoj. Në këto raste, shenja e Virgjëreshës do të ketë më tepër mundësi që të tejkaloj këto, ose më themi trysninë e javës, ta tejkaloj shumë herë më thjesht. Në qoftë se mediton për shembull, kjo është edhe më e vlefshme sepse arrin që ta dëgjosh zërin tënd edhe më të brendshëm edhe më mirë. Ndikime që do të kemi tek shenja e Virgjëreshës. 1. Do të shikojnë rrugën shumë të qartë se si duhet të ecin, si duhet të veprojnë në mënyrë që të arrijnë ëndrat e tyre. Gjatë jave mund të kemi një fokusim shumë më të madh te shoqëria, kjo mund të jetë pak e domosdoshme siç e thash, sepse mund të kemi edhe zhgënjime në këtë pikë. Por në qoftë se veprojmë në mënyrë të vetëdijshme dhe mundohemi që të jemi pakës më empatik edhe ndaj personave përballë, normale që do të kemi një javë më pozitive. Ndikimet në përgjithësi për shenjën e Virgjëreshës janë pozitive edhe pse shumë të lodhshme për e ripërsëris. Ndërkohë që atyre do t'i këshilloja, tematika që do t'i këshilloj që t'jenë të vëmendshëm, do t'jenë pikërisht në lidhje me marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre. Kjo është e vlefshme pothuajse gjatë gjithë javës, sidomos lidhjet e reja që po mundohen të krijohen në këto momente. Do të duam shumë më tepër punë nga çfarë ata mendonin. Bashkëpunimet gjatë kësaj jave, edhe pse efektive, do të lënë për të dëshiruar nga kthimi material. Prandaj punët që i bëjmë vetëm do jenë shumë më fitimpruese se ato që mund të bëjmë me të tjerët. Mesi i javës është një në përgjithësi, pra, ndikimi i përgjithshëm është shumë problematik dhe mund të kemi surpriza jo të këndshme në përgjithësi, por për shenjën e Virgjëreshës, në mes të gjithë këtyre ngatresave dhe të gjithë këtyre gjërave negative, mund të edhe të kemë fitime nga ana materiale. Pra, nuk e di, nëse jemi të vëmendshëm, për ta mund të zgjidhim se cilat janë gjërat që mund të na ndihmojnë ose mund të kemi probleme pozitive, pra sidomos të punës që kemi bërë të shkuar. Kalimi i Venusit tek shenja e binjakëve, normalisht do t'ju sjellë atyre fitime nga ana materiale ose rritje në karrierë, por kjo nuk është do të vijë, nuk do ta ndjej shumë çdo javë, ta ndjej më tepër javën që vjen. Prandaj dhe pa të bëjmë për javën që vjen. Okej, dhe po kaloj tek shenja e Peshorës. Shenjat kardinale, që është Dashi, Kaforia, Peshorja dhe Kurtimi dhe Bricapit, janë 4 shenjë të cilat janë shumë të ndikuara në këto momente. Peshorja mund të ketë një ndikim shumë të madh, të lartë, të themi, mund të kemi kapërcime të shumta, sidomos në lidhje me karrierën e tyre. Vendime shumë të rëndësishme që do të duhet që t'i marrin pikërisht në këto momente, se sa të aftë janë ata për të përzgjedhur atë që ju nevojitet,
do të përcaktoj dhe rrjedhën e jetës së tyre në vazhdim. Është një javë shumë e rëndësishme. Do të fillojmë që nga dita e hënë. Ditën e hënë e përmendaj që nuk duhet të bëjmë udhëtime, duhet të fokusohemi më tepër tek investimet financiare. Për shenjën e peshorës, kjo është një vërtet shumë e vlefshme. Domethënë shenja që do të ndikohet shumë më tepër se të gjitha shenjat e tjera në këtë pikë. Lëvizjet, udhëtimet, ato që përmbajnë risqe nuk do t'i këshilloja fare dhe mbi të gjitha dhe në përgjithësi. Udhëtimet nuk do t'i këshilloja për shenjën e peshorës gjatë gjithë kësaj jave. Mund të fokusohemi më tepër te argëtimi që kemi me shoqërinë, që do t'jetë edhe pika jonë e daljes. Mund të fokusohemi në zgjerimin e rrjetit tonë shoqëror, pjesëmarrja në shoqata, pjesëmarrja në organizata të ndryshme, sidomos ato humanitare, apo që kanë një qëllim të caktuar që ndihmon rrethin tonë, ambientin e tjerë. Këto janë tema të cilat shenja e peshorës duhet të fokusohet gjatë kësaj jave. Shtimi i shoqërisë ose shtimi i rrjetit të tyre social do t'i ndihmojë vërtet shumë në një rritje të konsiderueshme në karrierë dhe pak më tepër që mund të marrin dhe këshilla të nevojshme dhe të domosdoshme bile për të zgjedhur rrugën e dur. Tani, e përmenda që dita e njëjtë mund të kemi shkënjime në lidhje me investime që mendonim që ishin të sigurta, e njëjta gjë është e vlefshme në lidhje me personat. Edhe kjo është diçka shumë e vlefshme për shenjën e peshorës, duke qenë se atë ditë hëna do të ndodhet pikërisht tek shenja e tyre. Si mund të kalojmë këto, ose si mund ti përjetojmë pak më të zbutura për shenjën e peshorës, do t'i këshilloja që të fokusoheshin tek gjërat që dinin. Krijimtaria ose argëtimi është diçka që atyre i bën vërtet shumë mirë dhe në momente sidomos në lidhje me çështjet e karrierës apo në çështjen me partneritetet, sidomos nëse ka një person në jetën e tyre, gjatë kësaj jave do t'i këshilloj që të jenë shumë të rezervuar në reagime, sepse vërtet që mund të prishin punë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve shoqërore, është një javë në cilën është shumë pozitive dhe këtë do t'i këshilloj që ta përdorni dhe e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me investimet financiare. Është një javë pozitive në lidhje me këto tema dhe shenja e peshorës vërtet që mund të përfitoj shumë nga kjo, sidomos ato që kanë të bëjnë me bashkëpunime. Pra, nëse është efektive, pra ka filluar tashmë këto lloj punësh, pra bashkëpunime në të shkuara, kemi bërë marrëveshje të tjera. Kjo është një javë vërtet shumë pozitive me këtë. Nëse kemi mos marrëveshje me partner, pra me ata që po bashkëpunojmë, këshilla ime do të ishte që të mos reagoni. Fola pak më gjatë, por shenja e peshorës është shumë e disbalancuar gjatë kësaj jave sepse ka një ndikim shumë të fuqishëm dhe varet se si e përdor, prandaj doja që të isha pak më efektive, çfarë thoja. Dhe jemi tek akrepi. Për akrepin dita e hënë është në përgjithësi një ditë që, në momentin që shmang atë që tham, që të mos bëj udhëtime apo lëvizje, reagime të pamenduara mirë apo që përmbajnë risk, normale që mund të kemi një javë më pozitive. Ndërkohë që për sa i përket investimeve financiare, për shenjën e akrepit është një javë ose një ditë shumë pozitive. Dita e hënë, investimet të cilat i keni normalisht që i dini se çfarë janë, keni bërë kërkime përpara, gjatë kësaj jave, ditën e hënë do të këshilloj që të filloni të vinit në jetë. Kemi mundësi shumë të mëdha për të realizuar ëndrat tona. Kjo është e vlefshme për gjithë javës, duke filluar që nga dita e hënë për shenjën e akrepit, ëndrat që kemi lënë në sirtar apo që nuk kemi gjetur rrugë se si t'i bënim, do të gjejmë mundësi për t'i krijuar. Rrugdalja nga trysnia e javës, sepse domosdoshmërisht edhe pse do të jetë më pozitive për shenjën e akrepit, do të vazhdojmë që të jemi në trysni shumë të madhe. Sidomos në lidhje me, edhe për këtë do të vlefshme në lidhje me shëndetin, një lloj siç ishte edhe tek demi, ne ndjen më njëherë pothuajse në shëndetin e tyre fizik. Shenja e akrepit, trysninë e madhe që po ndodh në këto momente. Mund të kenë shumë më tepër gjumë se çfarë kanë zakonisht, mund të ndjen shumë të lodhur e të tjerë. Si mund të kalojmë këto? Është duke fokusuar tek krijimtaria jonë në punë, duke gjetur zgjidhje më kreative në lidhje me karrierën tonë. Nëse nuk jemi të kënaqur me punën që bëjmë, nuk po them që ta lejmë, po mund të gjejmë edhe mënyra të tjera për të fituar të ardhur materiale të mira. Është pikërisht momenti që mund të investojmë jo vetëm nga ana financiare, por mund të fillojmë të investojmë edhe kohën në diçka që mund të përkthehet
në diçka shumë herë më fitëpruese në të ardhmen, pra të krijojmë burime të reja materiale. Shenjës e Akrepit që se javë do të këshilloj vërtet që të punoni. Është një javë shumë e rëndësishme për këtë. Mesi javës është shumë problematik, dita e mërkur dhe e njëjtë janë shumë problematike për shenjën e Akrepit, sepse do të kemi kënde të vështira dhe mbi të gjitha hëna do të ndodhet tek shenja e Peshorës, që është edhe një zonë që ai nuk e percepton shumë mirë. Mund të kemi dalje në skenë të armiqve, vërtet persona që i kanë dëmtuar shumë në të shkuarën apo dhe të situatave të tilla. Në këto raste, këshilla ime do të ishte për shenjën e Akrepit që të fokusohen pikërisht tek zhvillimi i tyre personal në karrierë. Ndërkohë që këto lloj temash, duke qenë se do të dalin në sipërfaqe, do të kenë më tepër mundësi që ti kalojnë javën që vjen, sepse gjatë kësaj jave mund të bëhet shumë e lodhshme dhe mbi të gjitha mund të jenë shumë të ngarkuar emocionalisht për të dhënë reagimet e nevojshme. Shenjës e Akrepit vërtet që gjatë kësaj jave do t'i këshilloja që të fokusoheshin tek puna. Një lloj si ishte tek Peshore, por për Akrepin është shumë më tepër vlefshme. Mund të kemi zhgënjime të papara nga njerëzit, nga familja, nga shumë gjëra. Por nga ana financiare domethënë nuk do ketë shkënjime, do të jetë komplet e kundërta pothuajse, prandaj do t'i këshilloj që të fokusohem aty. Dhe shigjetari, po erdhëm. Shigjetari javën në përgjithësi. Në përgjithësi ka pozitive, ndërkohë që fundjava është e kundërta asaj që thash për Akrepin. Pra ndërkohë që Akrepi kishte problematike mesin e javës, fundjavën e ka më pozitive, shigjetari ka komplet të kundërtën, javën e ka më pozitive, ndërkohë që fundjavën mund të ketë goxha problematike. Po e marr në të kundërtën. Dita e diel është një nga ditët në të cilën shenja e shigjetarit mund të mendoj se i ka zgjidhur të gjitha problemet, i ka vënë të gjitha gjërat në vijë gjatë javës, pas tërmendimeve që mund të ketë pasur të tjerë, ndërkohë që ditën e diel mund të shikoj që ka plasariti. Tani pse e fillova nga fundi? Sepse gjatë gjithë javës çdo gjë që ndërton, për çdo tull që ve në mur, duhet të jetë shumë i vetëdijshëm pse po e ve, çfarë po bën, për cilën arsye. Këto tema do fillojnë që nga karriera. A është i kënaqur te puna që po bën? A është i kënaqur me personat të cilët po punon? A është kjo rruga ose mënyra se si do të zhvilloj karrierën e tij? Këto janë pyetjet që duhet t'i bëj vetes së tij dhe çdo veprim që merr, çdo vendim që merr, duke filluar pasi që përmendët në lidhje me karrierën e tij, do të jetë shumë e rëndësishëm. Duhet të jetë i vetëdijshëm, pra duhet të pyesë veten, a është kjo ajo çfarë mua do më shërbejë në të ardhmen? Duke vazhduar, duke filluar nga karriera, pasi që përmendët, duke vazhduar tek marrëdhëniet e shoqërore, tek çdo lëvizje që ai bën për të krijuar ose për të mirëmbajtur rrjetin e tij shoqëror, rrjetin e tij social. Dhe duke vazhduar tek bota e tij brendshme, e cila gjatë fundjavës mund të kemi një nevojë shumë të madhe edhe për të mbyllur pak në vetvete. Një lloj si ishte tek euforia. Por duke qenë se nga jashtë do të kenë shumë stimulim dhe do të kenë një nevojë shumë të madhe për të qenë më social gjatë kësaj jave, për të lëvizur, për të udhëtuar të tjerë. Për shenjën e shigjetare mund të thotë që mund të kenë një përplasje shumë të madhe gjatë gjithë javës. Pra ajo çfarë duan të bëjnë dhe ajo çfarë duhet të bëjnë mund të jenë shumë në kundërshtim me njëra tjetrën. Gjithsesi, si një lloj siç ishte për të gjithë ne, do t'i këshilloja që të veprojmë në mënyrë të vetëdijshme. Pra të fokusohemi më tepër se çfarë na duhet, se nga ajo çfarë na nevojitet në këtë moment. Lajmi i mirë është që për shenjën e shigjetarit, gjatë kësaj jave kemi mundësi më të mëdha për të udhëtuar. Pra nuk është e nevojshme që të sforcojmë gjëra që duhet të udhëtoj patjetër, duhet të mbarojmë mirë punën, pastaj të shkojmë të udhëtojmë. Drejt fundjavës nuk do t'i këshilloj që të udhëtonin, por mesjava është shumë pozitive në lidhje me këto tema. Pra mund ta bëni në këtë mënyrë, nëse dëshironi që të shkoni diku, do t'ju këshilloja që të dilni në rrugë që ditën e njëjtë. Dita e njëjtë veç është një ditë e cila mund të jemi pak më të hapur ndaj incidenteve, ndaj aksidenteve, është e përgjithshme kjo. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm.
për çdo gjë që bëni. Lidhje me udhëtimet përsëri. Investimet financiare. Duke qenë se të gjitha shenjat janë të prekur gjatë kësaj jave në lidhje me këto tema, fitime financiare dhe përshëndetje shqyrtare nuk është ndryshe, por për shqyrtaren fitimet në përgjithësi do të jenë më tepër morale gjatë kësaj jave. Edhe nëse ka fitime financiare, ajo çfarë do të kenë përmbushja morale, pra përmbushja nga ana shpirtërore do të jetë shumë më e madhe. Në qoftë se përi përsëris, thjesht përi përsëris, gjatë javës bëjmë gabime, të gjitha këto do të shikojmë rezultatet në fundjavë dhe nuk do të jenë rezultate shumë të këndshme. Pra, do të jemi çdo hap do ta hedhim në mënyrë shumë të vetëdijshme. Dhe britsjapi. Jemi në fazën kur, siç e përmenda, të katër shenjat kardinale janë shumë të prekura. Në këto momente, shenja e britsjapit ka një ndikim vërtet shumë të madh, sepse kemi disa vendosje që janë në kundërshtim me të. Një në radhë të parë, drejtuesi i tyre ndodhet tek shenja e dashit, dhe kjo i bën ata që janë pak më agresiv, ose mund të jenë pak më të lëvizshëm, mund të jenë pak më aktiv, po në të njëjtën kohë janë pikërisht në momente që duhet të jenë më të shtruar, ku do të veprojmë më tepër përgjegjësi, duhet të jenë më të ndërgjegjshëm prandaj çdo veprimi që bëjnë. Kjo mund të bëhet pak më e vështirë gjatë gjithë kësaj jave, sidomos për sa i përket çështjeve në familje ose brenda banesës. Mund të marrin mendime shumë impulsive ndryshe nga çfarë është natyra e shenjës së britsjapit. Tani, çfarë do t'i këshilloja? Gjatë kësaj jave, mënyra se si mund të tejkalojnë këto është që të fokusohen më tepër tek bota e tyre brendshme, ose tek zhvillimi i tyre spiritual. Për ta mund të ndoshta të lexojnë libra që kanë të bëjnë në lidhje me këto tema, ose mund të dëgjojnë dokumentare e njëjtë gjë të vlefshme dhe mund të shikojnë dhe filma në lidhje me këto tema. Do thoni ju çfarë kanë të bëjnë. Duke qenë se do të zgjerohen më tepër dhe do të kuptojnë më mirë shpirtin e tyre, do ta kenë më të thjeshtë që në jetën e tyre materiale të veprojnë në mënyrë më të ndërgjegjshme. Dhe mbi të gjitha, stresi, akumulimi që do të ndihet gjatë gjithë kësaj jave do të duket si diçka më kalimtare, pra siç është në të vërtetë. Ndërkohë që në qoftë se nuk bëjmë asnjëra nga këto, pra nuk e çlirojmë të trysni, mund të kemi probleme në familje, siç e thash, tek banesa, mund të kemi vërtet probleme të rëndësishme lidhje me këto tema, sepse mirëqenia në këto momente mund të mos jetë ashtu siç e dëshirojnë ata, sepse mund të kemi dhe zhgënjime. Për investimet që kemi bërë, sidomos nëse donim që të blinim shtëpi, por mund të zhgënjemi sepse shtëpia që kemi bler mund të ketë ndonjë problem të caktuar, apo kredia që prisnim që do dilte nuk po delet tjetër. Pra në përgjithësi këto janë temat. Kjo është edhe arsyeja që për shenjën e britsjapit do t'i këshilloj që të fokusohesh më tepër, ose më themi që ta nxjerrin të trysni në mënyrë se si thash. Tjetër mund të kemë probleme dhe me partnerët e tyre. Por nga ana tjetër, tani arrim tek ana pozitive. Në qoftë se arrin që të shikojmë botën siç është pranë, që gjithçka është kalimtare, që shikojmë disa hapa më mbrapa dhe në këtë rast mund të kemi një përmirësim të dukshëm të marrëdhënieve të tyre me partnerët. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me fitimet materiale, sepse do të jenë shumë më tepër kreativ. Bashkëpunimet gjatë kësaj jave do të jenë shumë më pozitive për ta. Dhe do të punojnë në mënyrë shumë më tepër efektive. Udhëtimet po ashtu është e vlefshme edhe për shenjën e britsjapit. Duhet të jenë të kontrolluar normalisht, nuk duhet të jenë shumë rrezikoze të tjera. Në çdo gjë duhet të jetë, domethënë duhet të kontrollojnë disa herë, por në përgjithësi për ta do të jetë edhe kjo diçka pozitive. Duke filluar, po e them në këtë mënyrë, mënyra tjetër se si mund të ndoshta që të tejkalojmë pak më thjesht është për shenjën e britsjapit, nëse se komunikojmë me persona të rinj, nëse mundojnë që të zgjerojnë ritmin e tyre shoqëror, por nuk është të thënë që duhet të bëjmë miq të ngushtë, domethënë të flasin si me sa më tepër njerëz, të njohin kultura të ndryshme të tjera, dhe kjo është diçka që mund t'i ndihmojë. Dhe po kaloj tek shenja e ujorit. Shenja e ujorit në këto momente është pak a shumë në krizë. Drejtuesi i tyre ndodhet tek shenja e Demit dhe është tek grada e fundit.
e saj. Për këtë arsye, për shenjën e ujorit kemi vërtet një krizë shumë të rëndësishme, krizë identiteti, më duhet të them. Sëmos marrëdhëniet që ka me njerëz e tyre më të afërt, me njerëz e tyre më të dashur, në këto momente mund të mos dinë se ku qëndrojnë, ose si të veprojnë. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse gjithë trysnia që përmenda, që ndihet në atmosferë, për shenjën e ujorit në këto momente është brenda vetes së tyre dhe ka një kohë që të gjatë që është këtu. Kemi një ndryshim shumë të madh rrënjësor që po ndodh në këto momente tek ta, sepse Plutoni ndodhet tek shenja e tyre dhe pak më tepër është në retrograd. Kjo do të thonë që jo vetëm mundësitë po rikthejnë, po rikthejnë edhe të gjitha gjërat negative, të cilat ata duhet të përballen. Kjo javë është shumë e rëndësishme, duke qenë se duhet jemi shumë të përgjegjshëm në mënyrë se si veprojmë. Për shenjën e ujorit kjo mund të bëhet pak e lodhshme ose goxha e lodhshme. Sepse ndërkohë që kanë fortunë brenda vetes së tyre, nga jashtë duhet të veprojnë në mënyrë shumë të përgjegjshme dhe shumë të logjikshme. Tani si mund t'i kalojmë ne këto? Rrugdalja në të vërtetë është që të kalojmë kohë me persona që na bëjnë të ndjehemi të lumtur. Nëse jemi në një lidhje, sidomos kjo është edhe më e vlefshme, partnerët tanë romantik në këtë rast do të na ndihmojnë vërtet shumë. Për ata të cilët nuk janë në një lidhje, të kalojnë kohë me persona që i duan, që i ndjejnë veten, që janë të vlerësuar, do t'i bëj vërtet shumë mirë shenjës së ujorit. Këto mund të marrin dhe nga këto lloj kontaktesh mund të marrin dhe moralin e nevojshëm për të vepruar në mënyrë më efikase në jetën e tyre. Në qoftë se nuk arrin që të bëjnë këtë, po e them që tani mund të kemi probleme të rëndësishme në botën e tyre të brendshme, sepse mund të kemi një shpërthime të shumta emocionale. Këto mund të derdhen tashmë edhe në jetën e tyre të përditshme. Një mënyrë tjetër se si mund të kalojmë këto është normal që të kryejmë rutina të shëndetshme, të bëjmë sport sepse kjo është mënyra shumë efikase që të mund të jemi në kontroll më tepër të trupit tonë. Normalisht në moment që jemi në kontroll të trupit, edhe nga ana hormonale jemi më në kontroll dhe për këtë arsye mund të kalojmë dhe më thjesht. Ana pozitive e shenjës për shenjën e ujorit. Në fundjavë, ditën e premtër të themi, Venusi do të kalojë tek shenja e binjakëve. Kjo për shenjën e ujorit do me thënë edhe një rritje shumë e madhe në fat në lidhje me çështjet sentimentale. Pra, në qoftë se jemi në një lidhje, lidhja do të bëhet pak më romantike. Do të kemi një komunikim shumë më pozitiv tashmë me partnerin tonë. Ndërkohë që nëse nuk jemi në një lidhje, kjo mund të shënojë edhe fillime të reja, po ashtu dhe prezantime. Kemi edhe një ndikim tjetër për persona që duan që të bëjnë me fëmijë. Kjo javë mund të jetë pozitive. Pse e thash në këtë mënyrë? Sepse gjatë kësaj jave, çështjet në lidhje me shtatzënit janë goxha në risk. Është e vlefshme për gjithë javës. Normalisht ditë e hënë është shumë herë më riskoze në lidhje me këtë temë, por gjithë javës mund ta ndiejmë. Okej, po kaloj tek peshqit, po. E peshqit jemi të fundit. Se qa dërgonë, ose marrë vesh më ato. Faleminderit. Okej. Dhe kemi arritur tek shenja e fundit që është ajo e peshqve. Shenja e peshqve gjatë kësaj jave. Faktikisht duke filluar që nga hëna e re, që ishte ditën e mërkurë, kemi futur një fazë shumë të rëndësishme pozitive, ose që kanë fat shenja e peshqve, dhe janë të aftë faktikisht dhe për të përdorur. Tani, gjatë kësaj jave, duke qenë se kemi një trysni shumë të madhe në ajër, ndikimi ku ata do ta kenë më negativ do të jetë në lidhje me harxime dhe me vlerësimin që ata kanë. Ndërkohë që kanë mundësi shumë të madhe për të pasur fitime të mëdha materiale, duke qenë se do të ndjejnë një trysni shumë të madhe dhe shenja e peshqve e ndjen shumë energjinë që ka rreth rrotull, kjo normalisht do t'i bëjë ata të ndjenë të lodhur. Mund të kenë më tepër nevojë për të shplodhur, shumë më tepër se sa të gjitha shenjat e tjera. Kjo mund të përkthehet, ose më mirë të themi, mënyrë se si mund të shfaqet në botë është që të krijon shere pafund ose grindje pafund me partnerët e tyre. Për ata të cilët nuk janë në një lidhje, mund të kapen bile dhe me veten e tyre, ose mund të kaloj tashmë edhe tek familja.
Fokusimi ku duhet jetë përshën e peshëve dhe për ta në qoftë se ne argëtojmë pak më tepër. Bile në qoftë se bëjmë udhëtime në lidhje me këto tema, kemi mundësi më të madhe që t'i tejkalojmë lehtë. Ndërkohë që një mënyrë që është edhe më efikase se të gjitha këto, është të punojmë. Puna për ajo çfarë bëjmë çdo ditë. Në qoftë se fokusojmë energjinë pikërisht tek puna që bëjmë. Mundohemi që të kemi një komunikim më pozitiv me kolegët tanë, të kalojmë më tepër kohë me ta, për ata të cilët punojnë vetëm ose freelancer, siç jam unë për shembull. Në këtë raste, që të jemi më efikas në punën tonë, ose të krijojmë rutina të shëndetshme, të kujdesemi më tepër për trupin, për shëndetin, edhe këto na bën që të ndihemi shumë më mirë. Mund të gjejmë mënyra të reja për të bërë punët tona, për shembull për të realizuar të çfarë bëjmë zakonisht, dhe këto do të jenë shumë më kreative dhe në të njëjtën kohë do të na shkurtojnë shumë kohën. Pra në qoftë se deri tani për shembull na duhej 1 orë ose 2 orë për ta bërë një gjë, në qoftë se përdorim logjikën çësë jave, kemi mundësi që këtë ta ulim si kohë deri në fuskotë për gjysmore. Dhe kjo normalisht do na bëjë që të ndihemi edhe më pozitiv në lidhje me veten tonë, do të na rrisë shumë më tepër optimizmin e të tjerë. Për shenjën e për shenjën e peshëve gjatë kësaj jave, në përgjithësi ndikimet do të jenë pozitive, por duke qenë se jemi të gjithë në një trysni shumë të madhe, sidomos ditën e njëjtë dhe të premte, kemi disa kënde negative që i përmendë që në fillim, mund të kemi zhgënjime, për ta këto do të jenë zhgënjime në lidhje me bashkëpunimet. Ato që mund të kenë arritur tashmë deri në gradën e fundit, por do të vendosni nga palët që nuk do ta firmosin, ose një bashkëpunim i cili ka ekzistuar për një periudhë shumë të gjatë, por vendosen që ta prishin njëra palës e tjetra, në përgjithësi mund të jetë nga persona përballë, por nuk është e thënë. Pra, mund të kemi zhgënjime pikërisht nga këto lloj marrëveshjesh. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me trashëgimit, pra nëse kemi pasur një trashëgimni që e prisnim për një kohë të gjatë, mund të marrim vesh ose të zhgënjehemi në lidhje me këtë. Okej, këto ishin ndikimet që kemi për shenjën e peshëve. Faktikisht kemi edhe një ndikim në lidhje me karrierën, por kjo do të fillojë në fundjavë. Prandaj se sa të aftë të jemi që për ta përdorur këtë është që si unë po e them, ditën e premte mund të kemi mundësi të reja ndoshta edhe për të krijuar diçka të re në lidhje me karrierën gjithmonë. Pra për të hapur vendin tonë të punës, për ata që janë sektorin e si quhet, për shembull që kanë restorante të tjerë, s'po më vjen fjala, ose hotele, kjo është një sektor të cilin do të ketë edhe më tepër fitime pra. Okej. I mbaruam të gjitha shenjat. Tani, këtë video unë do ta vë te kanali im i YouTube-it, atje ndaj dhe në shenja. Nëse do ndaj në shenja apo jo sot nuk e premtoj dot, por që do ta vë sot. Pasi ti bëj ato montimet e duhshme, e nevojshme. Ndërkohë që për sa i përket mund t'i shikoni edhe përkapuaren dhe përvigjerishën pasi ta kem vënë në YouTube, pasi ta kem vënë do vi njoftimi këtu që të mund ta ndiqni. Okej. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë lloj temash, mund të më shkruani, do t'ju përgjigjem. Ju përgjigjem edhe gjatë lidhjeve të drejta që bëj pikërisht pyetje përgjigje. Në qoftë se keni pyetje personale, siç janë në lidhje me hartën tuaj ose me juve si individ, apo keni një pyetje të veçantë, një problem që në këtë moment nuk po di si ta zgjidhni. E njëjta që është edhe në lidhje me lidhjet, çështje sentimentale apo ato të biznesit. Edhe për këto bëj analiza goxha të detajuara, bëj edhe parashikime, gjej zgjidhje goxha efikase në lidhje me këto lloj problemesh. Mund të gjejmë edhe ascendentin. Pra, për këto lloj temash, ju lutem më shkruani për të prenotuar konsultën tuaj. Konsultat janë me pagesë. Okej, më kaq kisha. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë.
Shumë faleminderit gjithë që morët pjesë. Shihemi herës tjetër. Pafshim.